Përshëndetje miq, ju po ndiqni Kasketa. Po djem tan ku janë? E mban më deri në parë kur jemi takuar. Si ore nuk e mbaj mend? Ja, ty kemi qenë. O, përshëndetje zotëri. Më thirr Dajo. Shumë gëzuar të shoh sot, Dajo. Kam fituar 100.000 euro në gara me kuaj. Bira gjithë lokalit, mua 10 shokë. Dajo, nuk mund pini kaq shumë, asnjëri nuk mundet. I pi unë bomboshi. No face, no name, no number. Your love is like a thunder. I'm dancing on a fire, burning in my heart. No face, no name, no number. Oh girl, I'm not a hunter. Your love is like desire, burning in my soul. No face, no name. I piva do shokët, dënke, 10 copë piva. Pse mashtron? Unë mashtroj. Unë e mbaj më ndryshe. Çfarë do pishme? Më thirr Dajo. Shumë i gëzuar që ke sot, zot Rode. Kam kapur një skedin 100.000 lekë. E i ka vajteke. Po ti 99.500 i keme liste banakirit tonit parë, mo. E mirë, më bëj ju i bagazh. Ati s'pas ke memorje fare. Mirë, më mirë, do ikim. Hajde ikim, hajde. Se o ikim pa ti. Nuk është asnjë prilli, mo. Ti di gjithë njerëzit si punë disa pulave, mo. S'ka gjetur, bur, s'ka Ti e gjetur. mashtrosa po bëj tash. Si më vajte ma tregove histori kur kotën kot, mo, bur, e. Tyja edhe të gënjesh, shkon dem gënjeshtra me ty. Pse? Arram, arram. Si s'gjenjen dot. Qas gënjen dot? Më shkon kot mua gjitha e gënjeshtër me tyja? Pa hika, pa hika. Si, le pranove, do publikisht ishte që gjenjen, do. Ti mashtron. Publikisht e pranoj se Dajo, do të vi dita që do të kthehen pas çdo gjë që ti ke bërë dhe bërë. arram gënjeshtrat e mia ti kesh. Ikim. Hajde kujtëzojmi. Te si i ka Hajde bëmi kyqatar. Ika jashtë çdo lloj parashikimi. Hajde, Po mirë, ç'a do, pse ndalove këtu? Apo mos mendove që rastisht mund të kemi një hartë pa dobishme për atë gjë që ne e bëjmë dhe Unë them se e ke prap. Ç'a thua? Pa. E kam Dajo, dhe kjo është një hartë heroike me partinë Me polopoke. me partin. Kjo është hartë pa partije të Dajo. Njerëzit i ngatrojnë edhe hartat i kanë bërë me parti. Kjo është harta jonë. Mafi, ai botri ka shpikur dhe Kjo është administron harta e së vërtetës. Kjo është së vërtetës, Dajo. Opa, ja. Kjo hartë që na ka shoqëruar Shif, gjithë Shif, këto, ja. ku mbi tamam rruga mua. Për te rrugës, Dajo, a mund t'jap një informacion gjithë tyre që na shohin se ku e kemi plan që t'ikim sot, ose ti ku e kemi menduar pakën? Ikim në Erzen? Nerzen. Po. Po ikëm për jetë e lumit, ti e di që lumë ata që bojnë një lumi. Hajde, shkaj. Ose lumë ata që njohin lumit bin. E njeh lumit bin ti. Ue. Po e njeh, se ta kemi pirë pra një 70 vjetës, po se ma nëndon, po. Mame dhe i shoku i nga Kosova. I kam fshi unë ato me të pish. Si do t'i them gjithë botës ku vajte prite getin e ne që s'bone. Gjolin, humbja i Gjolit, Dajo. Aty është. Ja, Dajo, dhe edhe kapele. Udhë të mbar. Me drita ndezur, me rip vën, me kapele, seksi, me aer kondicionuar, ndezur, o Dajo. Qa po ndodh me ty më Dajo? Qa po ndodh më bërë? Duket se kanë ardhur mend kështu edhe po beson të gjitha ato gjëra që ke bërë tash i po rregullosh. Hajde japim ca lek më kur Sa ik. bën? Jasë. Sa shkresa Dajo, gjithë ajo letër.
për të marrë 2000 lek, që 2000 lek si vetë nuk bën 2000 lek, bën shumë më pak lek. Konsum bi konsum, Gjysmë more 2000 lekë. Po ta lësh gjithë vitin këtu? po shko bur 25, 30.000 lek, robi qa bër robi për 25, 30.000 lek, dhe. Po. Dhe jo, t'jetosh në Tiranë është shtrenjtë, megjithatë jeta përgjithsisht është e shtrenjtë ajo. Prandaj edhe njerëzit në moment të parë, student, njerëzit kanë ëndra më të mëdha se sa vendet, qytetat apo fshatrat e tyre të vogla nga që vinë në Tiranë për një jetë më të mirë. Sigurisht që duke ardhur në Tiranë për një jetë më të mirë, dhe ne duke qenë se jetojmë në Tiranë dhe po xhirojmë në Tiranë, ka shumë dhe nga ata që nuk kanë dhe shumë për të humbur një, dhe e dyta vinë duke krijuar gati një lloj identiteti të ri të tyre, sepse thonë dhe bëjnë logjikën që të fillojmë na e para. Je shumë i rregullt ajo dhe shumë i mirë se çdo që jap rrugën të gjithëve. Pa ditë. S'të gjen një tolerancë. Kurse e bën për detyrim ti që je tolerues për detyrim. Je tolerues sepse kështu e ndjen. Po. Çfarë Ferrari më dha. Edhe po thoja. Ikim. Duke ardhur me identitet të ri, jo të gjithë njerëzit që vinë, le të themi me që morëm rastin e Tiranës sepse këtu jetojmë. Këta njerëz me identitet të ri, pa lesi çfarë identiteti tjetër kanë pas. Ka dhe element kriminal apo njerëz që mendojnë shumë keq për të tjerët dhe duke ardhur këtu krijojnë një alibi, një identitet, një njeri të ri, meqense ata pretendojnë që fillojnë një jetë të re. Por dashur pa dashur, vjen një moment që të gjithë gjërat e këqija që dhe këta njerëz bëjnë kur vinë këtu, i kthehen mbrapsht. Ose siç rëndom te ajo e njohim fjalën karma. Ti ke dëgjuar për karmën, besoj. Që praktikisht karma, nëse do t'i bëni një përkthim të thjesht, le të themi në shqip, do të thotë aksion, do të thotë dinamik, do të thotë veprim, vjen nga sanskritishtja e vjetër, le të themi që i ka rënjët në hinduizmin e sotëm, sepse edhe fet kanë mësuar evolucion mes tyre, ku praktikisht ajo çdo veprim që ti bën, le të themi në jetë, në të mirë apo në të keqe, hap një sër eventesh në të ardhmen, të cilat si të mirat dhe si të këqijat, vjen momenti që në të gjithë kleçkat apo në të gjithë atë rrjetën e mirimangës si shkojnë eventet, ato të kthehen. Për shembull ty e ke ndjer me jetën, me veten tënde, për shembull që ke pasi periudhë ose ke se të gjithë kemi bërë veprimet ajo që nuk është se mburremi me veten tonë. Që ne që t'janë rikthyer, si me thënë? Ku me dashje, ku pa dashje. Se unë për shembull në një moment ose të paktën kështu me një lloj analize, po duke folur gjithmonë se njerëzit na kanë parë, na kanë dëgjuar gjithë ato javë, thonë po këta me unë. Duhet keni parasysh një gjë, që në momentin që niset biseda me unë apo me ty, ajo merret përsipër në thonjza që flitet edhe për shumë njerëz të tjerë, sepse si hallet tona janë apo të menduarit apo le të themi veprimet që ne kemi në një ditë normale janë edhe njerëz të tjerë. Fasula ham ne, fasula han dhe ata, të gjithë. Kështu që unë pa ata një periudhë ajo që zgjati disa vite në të cilat tani që e mendoj ftohtë, nuk e di nëse mund t'ja lej fajin, se shumë gjithë to javë kemi diskutuar alkoolin e abuzimet, nëse mund t'ja lej fajin alkoolit apo gjërave të këqija që unë kisha bërë në të shkuarën dhe mu pasua pastaj, mu kthyen pas në po gjërat këqija. Dhe kur them gjërat e këqija, them mungesë pune, mos rehatimi me veten tënde, sepse ashtu të vinë të gjitha ato rresht. Prishet sistemi. Prishet sistemi, prishet ekuilibrit ajo. Dhe unë dita ditës e mendoj dhe në mos njeriu, sepse vazhdon akoma që njeriu një ndër ndjesitë më të forta që ka dhe që e ndalon apo e shtyn për shumë gjëra të tjera, që i ka kontrollin njeriu egos në thelb, është frika ajo.
Dëgjoj tash, dhe me që dolëm këtu se si rastisht, por me që se sot do diskutojmë dhënie marrjet, le të themi, apo shkak pasojat, apo atë që ne i quajmë karma, në të mirat dhe në të këqijat që ne bëjnë në jetë, edhe ne bashk, por edhe mua vetë, asnjëherë me për fatin tim të mirë nuk kam mbajtur timon dhe i them gjithë atyre përdorusëve të alkoolit që në rast se nuk bëni tokë me alkool, të paktën mos hypnin timon. Dhe një ndër gjërat e mia, si më thënë, e mira që pija ishte që e kisha vendosur mos merrja makinë sepse do dëmtoja tjetrin. Sikur mos më interesonte vetja ime, por do dëmtoja, do bëja dëm edhe tjetrin. Çok larg, po ti po të përdorsh edhe timonin në atë kohë tash, o do ishe mburg ose do ishe fare. Është shumë e drejtë ajo. Një personi që toleron më shumë se ç'duhet, ideur, timon atëherë ky nuk është më polici mirë. Do më thënë, ky është njeri ndoshta shumë i mirë që e kupton ndoshta si për shokun e vet apo çunin e vet, por jo. Ai është bashkëpunëtor në krim. Ai është bashkëpunëtor në krim sepse mund të evitohesh jeta e personit në fjalë, por dhe jetë të tjera të cilat ne gjithë këto muaj të fundit ajo kemi dëgjuar, pavarësisht që është një trend në ulje, por trendi në ulje mos harrojmë nga vera që u ashpërsuan le të themi masat apo kontrollet policore që ulën. Megjithatë ajo mendoj që duhet të mbizotroj respekti dhe në momentin që ne komunikojmë, sillemi, qasemi, qoftë ndaj policisë në këtë moment që ne po flasim, po qoftë kujto personi që bashkëveprojnë në jetën tonë, të veprojnë në mënyrë të mirë, benefitet apo karma apo shkak pasoja që ne do të kemi do të jenë po të mira ajo. Domethënë në finale të gjithës. Do jo, me që do ikë në Erzen, kësi i ke planin, do bim këte në rrugë e vjetër. Vetë karma ajo ka disa ligje, ka 12 ligje për qenë më të saktë, dhe një ndër ato është që karma nuk të vepron, se për shembull, mund të marrë një njeri që është lexon çdo gjë ose të paktën beson mbi karmën, le të themi që do bësh mirë të kthehet. Dhe dëgjoj, thotë, më mirë po jem pasivull fare, po rri, po pres për benefitet. Karma ndërkohë nuk të vepron si për mirë si për keq nëse ti ngelesh pasiv. Pra duhet të jesh aktiv në jetë. Dhe nuk po them për mirë apo për keq, po them vetëm për mirë. Domethënë duhet të veprosh në jetë, kesh lëvizje, të flasësh me dajo, takosh, ti kesh përgjigje emision, të pudhesh me gruan, të pudhesh me fëmijët, të kesh gjithë një veprimin që të gjithë secili për këtyre që unë lart përmenda, japet një rrjet tjetër që gjithë kjo dashuri apo mirësi ti si duhet të kthehet pas. Pra, nuk mund të rinë dot në shtëpi duke e kurosur dhe duke pasur frikë se diçka do ndodhi nëse del jashtë derës, që karma të vijë dhe të cilë florin të dera, si më thënë. Kështu që dajo, të lutem mos u mbyll në shtëpi siç e ke zakon. Unë 2 herë vit nga 6 muaj mbyllëm, pjesën tjetër, çfarë tjetër. Ure me vërtet nuk rri, nuk të mbledh shtëpia fare, po po. Nuk të mbledh, e ke vënë re apo s'e ke vënë re? Po edhe vete. Kjo më jo, edhe shkon, se bëj shaka unë, po tashmë ne jemi çuna shumë mirë. Vetëm dajo mos harrojmë që të shohim në përfshatra këtej, të blejmë një gjë. Ligji numër 2 dajo, ligji i ndryshimit. Nuk mund të presësh rezultate nëse ti nuk fillon të ndryshosh qasjen mënyrën tënde të menduarit edhe të vepruarit. Pra, nuk mund sot karma që merr 1 milion lekë, jepja ca njerëzve ca fukarej, edhe do të vinë të mirat. Nuk funksionon kështu, për larja e ndërgjegjes, si me thonë, dhe ky është ligji se janë ligjet e karmës. I kanë bërë sa pleq që pini opium më herët, se ne. Para nesër. Para nesër, as bole lof! Më jarku që nga marketi, apo që nga market bukur është, që më rriqos e më qos. Ikim shohim dem në gjë. Ti në në hije, të qef. Dyshja jonë për mbledhjet e nevojshme për kampingun që do të zhvillojnë pas pak. Daju, qas morë më daju. O qofte ke doja e. Pas për një frut në një gjë kështu, sigur s'është bindës.
Ka frutën në lumë, s'ka frutën në lumë. Mund të ketë zarzavate. Ka zerzavate në lumë. Qa mund të ketë? Sallator lumi kam dëgjuar. Ke ngrënë kastraves lumi? Akoma. Shqyr që kujtove për atë ripin. Shqyr. Shqyr pefsh, pa qurata. Uratën e pas shti. E pacim gjithë. Qose e ke. Uruar qofsh. Uruar qofshim gjithë të tita jo. Uruar qofshim gjithë. Ti si më shbër jeta këto muaj mo, edhe nëndër më, male, fusha, kështu gjërë është ndalë. Bile para ca ditësh, jo, javën e kaluar, që ishë në udhëtim. Kthehem unë, po ka lodhi ata jo. Se tashi u këthyëm, fjetëm, bëm, të nesmen, shkoj unë, kështë zënë gjumi dhe të kurqoni, ba. Do t'i që mishte një insekt që mishte të hunda mua, i këshi marrë me vetën e. Po vitet e ftyra, ba. U të me rova, u quni që po losë, po qeshte. U që të me rova ndajë se i kam shumë fobi. Pra, edhe insekte kemi morë me vetën, da jo. Kemi dhënë, kemi lënë ambjente ku kemi qenë plot ndjenjë, dashuri dhe mirësi, por dhe kemi marrë insekt. Megjithëse jo të karma, pavarësisht që ka tentativa da nga dalë për të bërë edhe bashkime të hinduizmit edhe me teori të reja, le të themi, mendohet që qarkullimi një shpirti dajo në atë zonën e palindur, le ta quajmë, momenti që njeriu vdes, edhe ajo ai shpirti që e quajmë ne, para se t'i ikin në ferr apo në parajs, është edhe një zonë tjetër, ose këta shpirtat që ikin më fal në ferr edhe në parajs, pasi kalojnë disa vite, cikli i të ardhurit në jetë sërish, i të rënit të rradha, është nga 40 deri në 400 vjet. Pra, vdesë robi, nga 40 deri 400 vjet rri ota e mira ota e keqja në rastet kështu më të mira. Se ke raste për shembull si Hitleri apo këta tiranët e historisë njerëzimit që mund të kenë dënime edhe me mira vite njerëzore. 10.000 vjet do të futin ca heshta, vu 10.000 vjet. Dhe pasi të marrë, pra ka dhe raste kështu që të kthehen edhe pas 10.000 vjetësh në tokë. Shpirtrat e vjetër shumë që thonë. Tashi kjo është tik me dy presa, se shpirtrat e vjetër i thonë, ti me që ke shpirti vjetër, atëherë kryesisht në jetët e tua ti pas ke bërë keq, që pas ke jetuar pas ke ndetur te kjo gjendja kështu shumë vite. Që të vuaj. Po. Për shpirtrat e vjetër, por jo për ata që kanë përjetuar më shumë jetë. Unë për shembull dajo, më vinë ca fleshe kështu ndonjëherë të çuditshme, nuk e di pse kam një përshtypje që kur isha adoleshente dhe doja t'i bëja kolpo gocave, që i flisja me të mek si kur unë isha në jetën e 5, ande po këte, po edhe pa shumë baza nuk flisja. Unë pa baza mendore. Skizofrenia toshi që unë isha në jetën e 5. Edhe tani kështu mendoj që jam në jetën e 5. Kështu që nëse bëj ca llogari, po ta zë me 400 vjeçarin unë maksimumi, sikur shpirti im ka që 400 vjet. Në pezull, unë t'i dajo i bjet kem lindur me Krishtin. Jetën e parë. Jetën e parë mund kem lindur me Krishtin. Kam jetuar ato vite, kam jetuar mja 400 vjet kanë lënë se s'kam qenë një çuni mirë, mund kem qenë një shoku Judus ku i dihet muhabeti. E kështu me radhë, derisa 5 vjet më në 2000 vite. Pra edhe unë s'pas kam qenë një rob shumë i mirë. Muhabeti është ta rregulloj tash, po edhe tani nuk e di se si po. Lumi i Erzenit është një lum në Shqipërinë e Mesme i gjatë 108 kilometra dhe me prurje rreth 102 litra për sekond. Pellgu i lumit Erzen është 760 km2. Erzeni buron nga mali me gropa në një lartësi 1200 metra me nivelin e detit, 25 km në lindje të Tiranës, pranë Shëngjergjit dhe derdhet në gjirin e Lalësit në veri të Durrësit. Në zonën e sipërme të rrjedhjes së tij, Erzeni ka gryer një shtrat të ngushtë në shkëmbë dhe më pas deri në afërsitë të Tiranës ka një shtrat me zhavor, që i lë vendin një shtrati më të ngushtë e më baltor pasi afrohet Durrësit.
Rruga deri fare pranë lumit është e shtruar dhe e mirë. Deri atje mund të shkohet me makinë. Djemë tanë kanë bëritur. Qeka, ku dajë mbajmë ati para. Ha, Nga dajë, lëma ty më dajë. pa, shumë bukur është këtu qaku ti. Qeka shtegu. Shumë bukur. Po këtë ta ngre vetu. Është ngritur që i bën ti asaja. Hajde mo. Pas kemi Petrinë që na ruan më por. Qa thu? Po zbonet laf më por. Marrë këto pakeme të dajo. Po, Opa. Gjeni një botore se... këtë ma e mua këtë. Apo s'më shkon sot me jeshilin. Ma e këtë jeshilin të dajo. O që nuk shof në sy dhe kjo mund tjetë një gjyrë tjetër. do prap. Jo, plot kam. Atë zgarë me qese rozë gjithë të muaj, ikim. Dojmë ka iku një çanta shtrema po. A se drejtohet të lumi. Qa thua? Do kërceshti të gurat atje? Unë... Tum? Mua se si më vjen kam një si kujtim nga ere fundit me një lumë. Ku kemi qenë se majmën, atina da dajtin duke në po. Shëngjerq. Shëngjerq. Pa i qa lumi është atje? Lumë me ujot. Lumë shëngjerqit pra. O taja, po ne kemi bërë dhe emision në vajtëm aty, fjetëm gjume bëmë taja. Mbaj mend, unë bën 3 muaj, 4 muaj, që kur kemi qenë atje. Më vdiqe më vdiqe atë rocën. Po se shta jo, më është tjetër kjo. Po dajo, ky destinacioni dhe ai që kemi qenë në Prush, kam përshtypjen jam në të afërt që kemi bërë deri tani. Po, Biles kjo që ka më afër se që mendonim, shumë pak minuta, edhe që ka një zonë që imagjino me shimo gjithse... sa bukur që është, shi sa bukur. I nxehti akoma vazhdon tjetë. Edhe njerëzit pas ka akoma njerëzit ajo që edhe lajnë. Po vinë ring këtu anash tash sa. Tash Tash uji është i ftohtë. Sa shekuj ka ky lumë dhe kjo rrjetet ajo. Po të kishe jetë uji dhe lumi më për. Ti do ishe lumi po më dajo. Se ti thua vetëm po. Kështu që duhet ishe lumi po. Po një Po një lumë po do ishe dajo.
Dajo, ku do ikim, po, shumë e bukur gjithë kjo lugina kështu, po, E kalojmë lumin. kalojmë lumin tu ti. Jo, Po. jo. Lumin gjaka pak si vështirë për kalim tu. Po jegjim çorapet. Unë s'heq me çorape, sepse ato që kisha i harrova atje, dhe t'i gëzojnë. T'i Mirë. gëzojnë ata që i kanë gjetur. Futu me gjithë çorape. Ku ti me gjithë çorape, thu? Po mos na bie më mirë andej? Hë? A u për ton tesis? Jo, spërtoju. Po qash? Më pëlqen ajo ija atje. Pa i më për një hi aty, me gjithë ata hajde, e shofim të hien. Ose hajde kalojmë që andej. Ja, më dajo s'kaloj këtu. Unë s'kaloj do t'jërë. Pa atje. Unë nuk Pa kaloj do. aty që i kanë bërë me gura. Ka e pjesa me gura aty. Po. Po, ore. Prit kaloj unë i pari. Dajo, po, ajo, kjo nuk për shoh që është kalim, është bicim guve që njerëzit mund t'lahen. Bicim dige. A thua? Po, dige pra, dhe të rrezikojmë në që të rrezojmë digën, nuk është. Po pasa mo për qef të vetë, shunat, oho. Dajo, do biesh, nuk të mos të rreziko. Do biesh, dajo. Por ashtë do bie në ujë. Po do biesh, mo bu. S'ka gjë. Po hajde mo, pra, që do biesh. Po dajo. Hajde, lëre. Unë më kaloju. Hajde, se s'kalon dot. Hajde, se e kam parashikuar rënjën, e kam thjesht, 99% i rënë. Nga cili do bie, poshtë apo lartë? 99% i jonë. rënë. Hajde, dajo, hajde, se s'me setër këj mua peta që. Ti mos s'esh me setër. Da iku dita, do më udhje. Hajde. Është shumë e kalushme. Nuk e mendoj. Por çuna mos i mendoni, kaloj atë? Unë po. A s'po e plaf, hajde për hajde. Dyre do kaloj pastaj. Castro dhe Dajo po kërkojnë një vend të përshtatshëm për të ngritur çadrën. Jo. Mos kalo. Është shumë e largët ajo atje. Jo, s'kaloj dot aty. Atje ishte më afërt ajo te arbri. Atje u kalovi arbri ishte shumë kollaj. Le të qëndrojmë në anë të lumit. Sa edhe nuk u gicën para shtëpisë. Dajo, ku do të bësh zjarrin? Vere, mire ke. Le të bëhet zjarr. Dhe dielli skuqet flak e fshihet i turpshëm pas kodrës. Dhe mo dajo.
Pas gjithë paranojës si me gjithë të javë që zjarri me qymyre a ne, po këne me vot një antar, një vot si stafe, vot një zjarë bubulak të buzuj. Shumica fiton, kjo është demokracia. Pa tjetër, Pak me vonesë, po ama triumfoj. triumfoj. Me gjitha të, për te shakarave dhe paranojës si me pam se të shndodhi me Shqipëri verën e kaluar, po ashtu edhe me botën e lashtë lira të Kallamin dhe dajo, po nuk do t'i nga unë gjecja aty prapë. Të vazhdoj jetë. Vazhdoj, nisim gjatë një sikur pi bira fshirë zi me. E mo piva unë 5-6 bira dhe ti avazit. Po jo Po si qanu, gjithë. qanu. Dajo sot pas kemi salqishe të bëra vetë edhe qofte. Edhe qofte të bëra vetë. Qofte të bëra vetë, bëm shumë mirë aty te ai dyqani që ndalojnë, kemi ndaluar këto ko. Ka produkte shumë të mira, të shkëlqyera. Do të kthehet mbrapshere, çdo gjë që i bën qofte sot apo bën qofte nesër. Shatëore. Po, e djetë të botin në Amerikë. Do më kthej dhe mua. Qofte të kthehet nesër pas nesër. Si do të kthehet aty? Do të qelloj një qofte larg qoftë. Po prandaj po them që trajtoj mirë qofte larg qoftë, një qofte do të qelloj e prishur. Pas 3 vjetësh, do e hash, dhe i ke spitalë për serum. Qatë ngeli ty, personalitetet. Që janë të vogla. Që janë të vogla. Ti do një qofte madhe pa ta shoh. I di aty në Amerikë të ajo. 24 vjeçar më burr, kishe studiuar mirë një shpinë ca pleqve, edhe tha një ditë një natë u fut do i vithe. Futet aty, pa ne del plaku. Plaku një 87 vjeç. Ish marinc, boti vazhdon të merresh ngrije, bëha, ne. Pap, në të rrafa të robi, kaq. Qa thue? Po, se vajte pleqnia, por pleqnia do të lisë të falë. O ja lumë që ati plakus. A ju t'ishte këtu 2 qofte do i jepsh. Kujtë? Ati plakus. Plaku rrezik tash i ka vdekur, po. Apo ashtu pasaj si hap qofte. Mos jep qofte vende pa vende të. Gjithë vdekur këtu i jepi qofte. Ja. Pse u liru? Gjithë vdekur ne i jepi qofte. Se jam ble me lekët ajo, po duna ta kanë lek fantazma, ta japin 5.000 lek fantazmën, ta japin 1.000 lek tona. Bum gjana hajdutëria ajo si zanat të shtukje. Njerëzit bëjnë maj lekët llogari, gjëra llogari, çfarë do punë, s'ke çfarë mirë më. S'ke qa. Për raqe, për televizora, për divan, njerëzit S'ja vlen. s'vuajnë më. Kështu që çuna kapni çat kapni tani. Në sa shumë sensibilizuar të forta japin ajo. Ishte një prif në Luiziana aty, ajo. E thoshte ky, gjet janë kështu, i ka dërguar djalli, i ka bërë kështu, i ka bërë ashtu, pap një natë me rrofe, gyp te kisha, S'është e priftje? Priftje. Ti viren. Jo, rënd. Nuk e diu tani sa rënd, po kishën e ato gjë. U zgjua dhe, i thanë në lodhën 7-8 geja, di vërta, edhe ja. Pak të dhëna kemi mbi kalin e Skënderbeut me të drejtën. Me gjithë di që ka qenë 3-4 metra i lartë. Se do t'ishe pak më i vogël si Skënderbeu, prandaj. Edhe se ishin në atë periudhë kanë jetuar vegan, popull, planeti ka qenë i populluar kështu me gjigante. A i shkollin në thate. Qa bën? A i shkollin 50 vjeç, 60 vjeç. Iknin krye plaku për shumë. Ky është krye plaku i zonës, kësaj 26-ai. Ishte gjatë, unë jam i moshuar, janë po janë të smundja ta, janë këto. Si edhe në periudhë, kur dhe na smundja pastaj pinin alkool që digni mikrobet gjithmonë. Gjithë dhënat historike, sidomos, ku do, në çdo cep të Evropës, ku me pluse, ku me minuse, si me thënë. Kryesisht orientuar këtej nga zonat katolike, ortodokse, si me thënë. Se këto e kishin edhe si traditë, që na pritëri që të prodhonte verë, rakie, kështu me radhë. Kështu që Keni në ngushëllim. një lloj forme e ka gjetur dhe me që jemi të priftëri, Coelho ti e njeh, ajo, në gjithë rrëmujën e vet jetësore, ka pasur edhe një periudhë shkurtër që mendoj që do lindë çdo gjë dhe do të merrej në mirësi, të gjende mirësinë e tij, i ngjante një periudhë sikur kishte marrë thirrjen nga Zoti, dhe do të kthehej gati në një mur. Shumë shpejt e la të gjithën këtë dhe filloi të procesonte pastaj teoritë e veta që ishte dhe në letërsi, po duke rritur një fëmijë tënd letrar, pa diskutim që fillon e binde futesh në realitet mbi realitet asaj gjës. E rrit atë në fund fare dhe nëse nuk e kishte do ta besoje pastaj, edhe një lloj linje filozofike të asaj.
Coelho për shembull thoshte karma nuk ekziston, thoshte, sepse fati i personit, i njeriut është i caktuar, është i paracaktuar, është një fletore, je ti dhe çdo lëvizje jote fizike, ashtu është shkruar, është ngaravitur, ishte fati jot i përcaktuar. Pastaj këtu ka lindin shumë pyetje tjera tash. Kush është ky që përcaktohet, mbi bazën e kujt është përcaktuar, se tash ky e ka këtë rrugtimin, por në gjithë rrugtimin e vet kohor, ky bën një rrugtim fizik. Pra ky takon disa të tjerë që hape dhe përcakton apo e çon në këtë rrugtimin e kësaj. Dhe në një moment në gjithë diagramën e këtij, të lëvizjes të këtij personi, ty për shembull, në një moment paf, hedhim një granat, për shembull, puf, dhe ajo shpërthen dhe ty të thyen 3 thonj. Ku e dimë që ta ndryshon atë dhe fati se është para përcaktuar. Fati pastaj merroj që i bën thonë. Deri ku shkon fantazia e njeriu, gjithë ajo fizikisht mund të materializohet. Imagjino për shembull pak në 400 milion miliard qelizë që trupi jon ka në gjithë bashkëveprimin të krijimit materies material që ne jemi në botë. Imagjino sikur të gjitha ato qeliza të ishin në ai sy kamere. Ajo mund të jetë zoti, domethënë bashkëngjitje e gjithë këtyre kamerave, gjithë këtyre qelizave, gjithë këtyre kamerave për të parë botën dhe për ribalcimin e saj, domethënë kamerat e kamera, se do të shohim çdo qelizë, çdo tjetër, domethënë do jenë 400 milion miliard kamera ato. Shumë që. Shumë që. Po dhe lekë por varet çfarë kamerë do të blesh. Me GoPro e rregullon, se po bleve shumë GoPro e ta rregullon si muhabet. Unë ajo mendoj që dita e sotme, Që nga ftohtësh, unë sot kam marrë edhe batani, po vetëm kemi një do ta ndajmë, s'kemi çfarë bëjmë. Po pse ta ndajmë flem të dy o burr? Kështu po duhet bashkojmë ato swingjera. Ç'a gjeti? Unë mendoj që sot që një ditë që të dy ne dha mirësi botës, ai sa kishim mundësi të flem dhe karma inshallah të mendojë për ne që e Mos nesër japim ndonjë njëri tjetrit. njëri tjetri patjetër. E nesër me atë të jetë një ditë shumë më e mirë se kjo e sotme. Shpresoj. Daj unë po ik po shtrien para. Ik se edhe Taksi rap. Zjarri në ufik, kemi buzlumi këtu që... Ja, unë po i mbledh thasha bash. Lidhi këto, Po unë rridhe rrezik të qik. ndjej sot fare kur të vish. Leki, po do në 1 orë, 2 orë do rriu. Shive vetë ta. Hajde natë e mirë. Hajde no. Dhe kështu shkoj dhe një tjetër ditë në një tjetër destinacion që Tirana dhe rrethinat e saj ofrojnë. Kjo ishte Kasketa pranë Erzenit. Faleminderit që qëndruat me ne. Bashkë mirupafshim.